Kam parë një ditë duke pritur autobusin, se unë kam fiksim të linjat e autobusëve. Vërtet nuk e përdor makinën apo lëviz me autobus për fituar zemrat e shtresës së varfër shoqërisë që udhëton me autobus, sepse kemi parë edhe kryetar bashkie që përdorin biçikletën ndërkohë që kanë Mercedesa të fundit. Sikur kishit më shumë fat me njëri tjetrin, do më shihnin jo sot, jo para një muaji, as para një viti, po 20 vjet rresht, paktën që kam filluar punë si pedagog në Universitetin e Tiranës, do të shikonit për ditë që do merrej autobusin, se zakonisht autobusin e Unazës, e marr aty te xhamia e re që është te ura e Lanës, sepse kam me kollaj për të shkuar në punë, dhe një gjë që e kam bërë për 20 vjet nuk kam se mos e bëj edhe tani në kohë fushate. Aty në shtëpi, ajo vetmja gjë që kam bërë, po bëj ndryshe këtë muaj është që po mbledh biletat, edhe mbas ca ditësh, do them këto janë gjitha biletat e autobusit që kam përdorur gjatë kësaj fushate. Ky mund të quhet i vetmi instrumentalizim, sepse unë këtë gjë e bëj për ditë dhe unë e marr autobusin pa shoqërues që më fotografojnë, ose pa bërë skena. Bilet zakonisht edhe me kufje në vesh, pra jo për të bërë fushat. E përdor autobusin pavarësisht se kam një makinë thjesht, sepse ta mbash makinën sot në Tiranë është e tmerrshme. Do ngecësh në trafik, do vuash për parkim, do duhet harxhosh para për parkim aty ku shkon e aty ku kthehesh. Te ajo lagje ku banoj unë po gjete parkim për ta lënë makinën, duhet ndihesh me shumë fat, kështu që vetëm një emergjencë shumë e fortë do të të shtyj ta marrësh edhe ta lëvizësh.